prit një minut. Çfarë arrogancë është kjo? Nuk mund të thuash të duash dhe të ikësh. E pse jo? Kjo bisedë mbaroi. Jo, nuk mbaroi. Më ke keq kuptuar dhe ke filluar të mendosh gjëra kot. Mendove se unë të dua ty, por nuk është ashtu. Pastaj, ç'më intereson mua e dashura jote? Ç'më intereson? Shko dhe duaj këtë duash. As që më bëhet vonë. Edhe sikur të ishe njeriu i fundit në botë, prap nuk do të shikoj aty. A kuptova? Domethënë ndjenjat tona që kanë të ndërsjella. Mirë. Edhe unë ashtu mendoj. Shumë mirë. Super na qenë ka. Berqini, Tariku. Ku është kjo grua tani? Uf! Ku po e fsheh këtë ndyrësirën tënde? Unë e kam dashur shumë. Edhe ajo më ka dashur dikur. E atëherë përse u martove me Sibelin Tarëk? Nëna ime. S'kisha zgjidhje tjetër. I humba gjurmat e gruas që dashuroja. Edhe nëna ime dinte shumë mirë ta përdorte smundjen e saj. Si do të jetë ajo që ke bërë nuk është e drejtë. Ti dhe Sibeli jeni të martuar dhe keni një vajzë. Zhuli dhe unë s'kam bërë asgjë të gabuar. Nuk e kam tradhtuar Sibelin. Përveç atij takimit pa fat me Hedien mes nesh s'ka ndodhur asgjë, të betohem Zhulide. Zhulide, më beso? Nuk ndryshon asgjë nëse unë të besoj apo jo. Sibeli dyshon se po e tradhton atë. E imagjinon çfarë do të kishte ndodhur nëse Sibeli ju shihte dhe jo unë në ato kafene? Për një grua nuk ka gjë më të dhimbshme se sa të tradhtohet, më beso. Më beso mua. As unë nuk dua që Sibeli të lëndohet. Kanë kaluar vite që ajo histori ka përfunduar. Atëherë do të qëndrosh larg zonjës Hedie. Dhe të lutem hiq atë fotografi, të lutem. Të lutem ty. Ai, ndoshta nuk duhet ja hidhja Aslës, do t'i ftohet tani. Kur thot që nuk do të vënohet, zakonisht nuk vënohet, por e di që kur kemi ardhur këtu i ka ndryshuar sjelljet. Aslë? Mosval ka shkuar të flas me Ozanin? Kështu tha, por kur iku ishte mirë, nuk ishte asgjë. Hedie, vajzë mos ka diçka mes këtyre dyve? Oh, man, më motra Nuran, çfarë po thua? Vetëm kjo na mungon të tani. Jo, vajza ime nuk bën gjëra të tilla. E po nuk i dihet, motër, si arri dhe baruti. Shikoje vajzën time, po të mos na kishte treguar Azias nuk do ta merrnim vesh. Me çfarë shoqërie po rrin ajo dhe ne nuk dinim asgjë. Çfarë do të bëjmë ne me këto vajza me motër? Nuk e di, për zotin nuk e di. Pra, kam frikë se mos të hatin e zë zemra tani. Ai ka thënë 50 herë, vajzë mos na turpro. Shiko çfarë ka bërë. E lyl,
Baba, të lutem më dëgjo, të lutem. Shiko, ti më keq kuptove mua, unë e përqafova vetëm nga gëzimi ashtu. Baba, të lutem më dëgjo. Shiko, unë kam fituar një bursë. Jazi më ndihmoj për provimin dhe faltia dola. Pastaj kur mora lajmin e mirë, nuk dija se çfarë të bëja. Shiko, të lutem më fal, baba. Ec, do të më tregosh në shtëpi. Baba, të lutem mos u zemëro. Nuk kam bërë asgjë të keqe, të betohem. Ec! Shko çfarë ka bërë ai pa fytyrë. Pas ka gjetur avokat përsëri. Deri dje hante buk nga fabrika ime. Her makina që nga prishur, her krau që nga dëmtuar. Mos më thënë Adnan, nëse u jap qoftë edhe 100 dark. Sa të vllyqur janë këtë. Adnan mos më quajnë mua nëse ju jap. Vetëm nga inati. S'ka dëm shpërblim. Baba, të lutem prit. Hajde, sikur të mos kishim mjaft halle me dole edhe ti tani. I telefonove Jazit. Do e lemrë? Jo, mos i telefono, do ta marr vet. Për shkak të këtij gjyqi po bredhim vazhdimisht në Ankara. Fal Zotit, Jaizi im është këtu. Të çmallem pak me ta. Gjej një hotel për sonte. Të mos u aprishim rehatin fëmijëve. Vajza ime? Çfarë ke, nuk do të më tregosh? Nuk kam asgjënën? Miriam. Mos u mundo kot. E kuptoj unë. E kuptoj edhe nga dridhja e çerpikëve të tu. Ka diçka, më thuaj. Asla? Mos ka ndonjë gjë mes te edhe ati djalit Ozanit? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Sonte do marrim diçka prej jashtë. Mos u lodh me gatimin. Sa burr të kujdesshëm që kam unë. Po sikur ti porosisim diçka Bershinit. Ndërsa ne të dalim të ham vetëm që të dy. Çfarë thua ti? Kam shumë flet provimesh për të kontrolluar, Sibel. Ta lëm për një herë tjetër. Sinqerisht unë si kam parë kur të mbarojnë ato fletë. Ozan? Mirë se erdhe bir, ullu në tavolin. Jo, nuk më hahet. Ju bëftë mirë. Me siguri ke uri bir, ta sill në dhomë po deshe? Nuk ka nevoj, nuk dua. Po mirë orë djallësh. Kur do mësohesh të bindesh rregullave të kësaj shtëpie. Më thuaj kur. E çfarë the ti? Po them, kur do të mësohesh të hash me familjen tënde, së bashku. Mimtas, çfarë po bën? Kjo shtëpi ka rregulla dhe Ozani i duhet të zbatojë si të gjithë. E kam gabim, Zhylide? Nën, e kujt është kjo shtëpi? E imja. Mund ta mësosh lirisht burin tënd se si duhet të sillet në shtëpinë time. E qartë? Mimtas, ti çfarë mendon se po bën? Sa po i zbusnim gjërat me djalin tim? Ti thua diçka për t'ia ngritur nervat. Nuk po na respekton si më të mëdhenj, Zhylide. Është i mërzitur? Të jesh i madh do të thotë t'ia rëndosh gjendjen apo ta pyesësh se çfarë ka? Mund të jetë i mërzitur ai, por nuk do e lejoj që t'ja prish qetësinë kësaj shtëpie. Mjaft, Mimtas. Nëse dikush po ja prish qetësinë kësaj shtëpie je ti. Mos ma mërzit më kot djalin.
të bëft mirë. Më duhet që ta heq qafe këtë djalë. Ne e dërgojmë vajzën tonë në punë? Baba, të betohem, unë nuk kam bërë asgjë. Nuk kam bërë asgjë të keqe, të betohem. Për më tepër edhe me një rrugaq. Nuk dihet a është mafioz apo bandit. Jazi nuk është mafioz, baba. Është student. Vëlla Këraj ju gënjeu juve. Pse duhet të gënjen të kota i? E ka rrahur Korajin. Nga ideja, aja e ka parë me sytë e ti? Ajo është një djalë i varfër si ne. Nuk i bën keq askujt, baba. Daj shpirt. E Lyli po e thot të vërtetën. Edhe unë e një Jazin. Është në klasën tonë. Është shumë djali i mirë. Nuk do të bënte ndonjë gjë të tillë. Zemër mirë, e jam mos u përzije i ti. I mirë apo i keq, unë pash atë që pash. Këto gjëra nuk janë për ne. Tu japim njerëzve arsye të flasin? Po them që e përqafova sepse u gëzova. E përqafova sepse fitova bursën. Ti, në vend që t'jesh krenar për mua, dëgjo se çfarë po më thua. Nëse do që të jem krenar për ty, atëherë që tani e tutje, ki kujdes. Mos qaj më. Kur t'i kaloj në ati dajës tim, do t'a kuptoj, do e shohësh. Dikush që ka mbushur mendjen ati, me siguri. Kur mendoj që Jazi është i keq, reagoj kështu. Pastaj, çfarë mafiozit që ka Jazi? Ashtu, unë e lasha të atje dhe ika. Mos është bërë merak për mua. Telefonoj edhe pyte? Sa shumë pas ka telefonuar. Më ka dërguar edhe shumë mesazhe. Hajde, telefonoj se nuk janë të tjerët. Thire. Eylül, a je mirë? Mirë jam. Ke qarë? Dukesh nga zëri. U zemrua baba yt? Po, u zemrua pak. Në rregull, mos u mërzit. Do t'i dal verbal. Do t'i them që është keq kuptim. Jo, Jaz, mos e bëj këtë. T'lutem mos bëj diçka të tillë. Nëse bëj gjithçka do të bëhet edhe më keq. Shiko, mos e bëj. Po ne nuk bëm asgjë. Po për fakti që na pa ashtu nuk ishte mirë. I thash që e përqafova nga gëzimi, por nuk kupton. Eylül! Nëna ime po vjen, duhet ta mbyll. Eylül... Eylül, a ke fjetur zemër?
Ku po shkon ti? A nuk është ende herët? Në shkollë. Mendova të ikja pa më parë njëri. Nga kush po fshiheshe se? Nga Ozani? Prit 1 minut ashtu. Ju do takohesh dje, unë harrova të të pyes çfarë ndodhi. Lere fare. Dje nuk patëm kohë të flisnim nga inati dajes time dhe ashtu. Pastaj, s'ka asgjë për të treguar. Si nuk ka asgjë për të treguar? Ai do të shprehte ndjenjat? Ja pra, doli që unë pas kam qenë budallaqja. Djalit po i pëlqejnë të dikush tjetër, a të besohet kjo? Madje dje më thiri vetëm për të ma thënë këtë, që të mos kishte keq kuptime mes nesh. Si? Pra, si mund të keq kuptoj njeriu këtë? Edhe unë mendova se të pëlqejnë të ty. O zot, apo tallet ky djalë? Aman, si do që të jetë. Le ta pëlqej këtë doja ai, s'më intereson. Ç'më duhet mua? Edhe ti mos u mërzit, në rregull? Shihemi në shkollë. Shihemi. Mirëmëngjesi, profesor. Mirëmëngjes, bija ime. Asla nuk është vajza jote. Tarek? Akoma nuk e ikur ty? Po shkoj, u vonova duke pirë kafen. Me kë po shkruesh? Me askënd. Çfarë po bën, Sibel? Dua ta shoh me kush është ky askushi. E pepra. Po lexoj lajmet. Mësim të mbar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Nan, sot afër shkollës do të hapet pazari. A mund të shkoj pas punës? Nuk ka nevoj. Pse? Unë pas kam harruar rëvezët, po shkoj t'i marr. Sepse nuk do të shkosh në punë. Sot do të shkoni në fshat me nënën tënde.